Në maj të vitit 2024, një iniciativë rëndësishme u nis për të ndërtuar një memorial në vendin ku janë varrosur viktimat e masakrës. Ky memorial është duke u ndërtuar në nder të përsekutorëve të Hotit për të kujtuar ata që humbën jetën në këtë tragjedi dhe për të nderuar sakrificat e tyre. Ky projekt është një hap i madh drejt nderimit të atyre që humbën jetën në akt të dhune dhe një mundësi për të sjellë në dritë një histori që ka qenë shumë kohë mbyllur. Ky memorial do të shërbejë jo vetëm si një vend për kujtimi për viktimat, por gjithashtu do të ndihmojë në edukimin e brezave të rinj dhe kujtesën përkatëse historike. Në ditët e fundit vizituam sërish vendin ku janë duke vazhduar punimet për këtë memorial, ku në lidhje me historikun e ngjarjes për më shumë detaje u drejtua historiani Mark Junçaj. Përgjegjësia e financimit për ndërtimin e memorialit dhe për realizimin e projektit është nën mbikëqyrjen e Luigjit Camaj, ndërsa përgjegjës për ndërtimin dhe ecurinë e punës së memorialit është angazhuar Zevdet Vukaj. Thjesht kjo ide është, si thon para pak vitesh ka filluar, që në vitin 2021 lirisht mund t'i themi, edhe duke biseduar njëri me tjetrin, pasi që është një ndër temat që shpesh edhe kem thënë edhe gjatë intervistave ndryshme kur kem biseduar viteve të fundit, është një ndër temat gati të harruara, domethënë e cila është jetësuar vitet e fundit, domethënë këto 4 vitet e fundit dhe ramën ide, domethënë dhe formuam edhe një grup që para me vojmë diçka për këta të cilët janë ekzekutuar në këtë vend. Dhe ngjarja faktikisht është ngjarja e 6 prillit vitit 1941 ose 1941, lidhet me luftën e dytë botërore. Faktikisht domethënë lidhet me sulmin që i bën Jugosllavisë dhe momenti që Jugosllavia hyn në luftë dhe ushtria e mbretërisë jugoslave masanej e shfrytëzon rastin edhe për të kryer disa masakrime për arsye se kalon kufirin, pra thotë dhe duke kaluar kufirin, çka ndodh bën edhe grumbullimin e disave dhe bën ekzekutimin pikërisht këtu në këtë vend. Për sa persona bëhet fjalë, të cilën do të ndërtohet të gjithë kjo? Bëhet fjalë për një 27 persona, tash do të me salojmë edhe diçka, nuk janë vrarë gjithë këtu në këtë vend. Pra thotë se të mendoj mirë, po disa janë vrarë rrugës duke i sjellur këtu. Disa dhe manej e tjere, pra nuk janë vrarë gjithë për një herit, janë zakonisht mendohet se janë 2 grupe sipas disa hulumtimeve që i kemë bë, një grup hotjansh, domethënë 17 persona, edhe një 10 dikun kastrat si vinë më vonë, për arsye se ushtria jugoslave, masi e kalon kufirin, pra vazhdon dhe hyn deri në kastrat, luftimet vazhdojnë në atë pjesë dhe kapin gjinin mashkullore konzant, thonë kështu konkretisht, kapin më shumë, lihet ekzekutohen, kurse ka dhe tillë që ikin për shembull rrugës e kështu me radhë. Sigurisht nga grupi hotjanëve domethënë kapën më shumë, mirë po për shembull dim rastin e Dot Prençit, për shembull Junçaj dhe ikja e tij është si një ikje filmash. Ti e them kështu, rastësisht sipas bisedave që është transmetuar, me një brisk që ka marrë nga njëri pranë, ka kput konopin, shty rojen edhe ik, masanej kanë gjujtën ta, kuptohet, mirë po, faktikisht domethënë është ajo si thash si një ikje, domethënë filmash e cila është bërë. Kështu që konkretisht bëhet fjalë për 27 emra, cilët ne i kemë momentalisht që kemë marrë deri te ta. Gjithmonë ekziston mundësia do të pas parasysh se ndoshta bëhet edhe ndonjë gabim ose ndonjë harrez. Mirë po gjatë kësaj periudhe kohore kemë përmalësit vramë edhe tjerë, domethënë qofshin grup, qofshin triesh, qofshin apo edhe koj. Në sa mund të jetë njohur kjo histori për vendasit? Zakonisht për vendasit këtu, për drumasit, i thonë konkretisht, për vuksanit dhe për ata të cilët domethënë kanë pasur familjar, qofshin domethënë edhe Dushaj që është Luldushi, domethënë Dushaj, për ata familjar ka qenë njohur. Domethënë aty nuk ka dilemë, mirë po për brezat e ri, domethënë që nuk kanë pas familjar këtu,
besoj se nuk ka pas as njohuri dhe shumica e njerëzve që kur kem biseduar na kanë thënë, po nuk e kem ditë, kem pa dëgjuar diçka, s'kem ditë numrin, s'kem ditë vendin ku ka ndodhur, pra thot ashtë kanë si mjegull. Për arsye se gjatë regjimit komunist do të pas parasysh se edhe nga frika ndoshta, njerëzit nuk e kanë potencuar, nuk e kanë kërkuar etj se janë friksuar, besoj se do të kenë edhe pasoja, ka pas edhe këso rastesh. Dhe faktikisht do me thonë alën pak si ti thomë si në heshtje. Mos thomë harres, po si një lloj heshtjet dhe me ndrimin e gjeneratave ta mërmenja do me thonë se thjesht shkojnë gjërat apo duke u harruar tek shumica. Do të pas parasysh do me thonë se këta njerëzit nga njëherë i bojnë disa gabime mes dëshmorëve, heronjve, viktimave etj. Këta faktikisht do të me shtuar se janë viktima, do me thonë, të cilët janë vrarë vetëm për një arsye, për shkak të përkatësisë kombëtare. Kështu që nga njëherë dikush, edhe ka raste tjera mundohet ndonjëherë do një përkatësi fetare apo diçka, thjesht do të pas parasysh se ushtria e Mbretërisë Jugoslave nuk kanë qenë komunistat që mund të shikohet edhe aspekti fetare para. Dhe e dyta, do me thonë, thjesht atë nuk na del kur në gjatë tjetër, vetëm do me thonë përkatësia kombëtare, pasi që shqiptarët në Mbretërinë e Jugosllavisë faktikisht nuk ishin drejta dhe trajtoheshin si qytetarë të rendit dytë, se vetëm një gjë do ta thoja, nëse s'kan pas drejt të arsimojnë në gjuhën shqipe, atëherë nuk kem pse të flasim për drejta të tjera. Pra si që po shifni edhe ju vetë, është një sipërfaqe 4x25 metra, 4 orë. Në pjesën qendrore ndodhet ajo pjesa më monumentale e parkut memorial, ku do të jenë të vendosura pllakat me emërtimet e viktimave, si dhe do të jetë e vendosur gjithashtu një pllakë reliev pra nga bronzi, e cila do të simbolizojë mënyrën e pushkatimit apo persekutimit pra apo masakrës të cilën e kanë bërë ushtria e Mbretërisë Jugosllavisë. Ky projekt nuk është i vogël, pasi që shuma e përgjithshme sipas llogarisë tonë, normalisht sipas vlerësimit të arkitektit Gjergj Gojçaj, i të i kalon 110.000 euro. Kjo pjesa fizike, pra si që po shifni ju, është në ndërtim e sipër, diku janë përfunduar rreth 60% të veprimeve, njëkohësisht aq edhe janë tubuar mjete pra të cilat është e nevojshme të jenë në dispozicion për t'i kryer këto veprime të punëve fizike rreth monumentit. Deri me tani janë bashkuar pra edhe mjete, parafërsisht aq edhe sa janë kryer veprime. Shpresojmë se pra njerëzit tonë, njerëzit e mirë, familjarët, por dhe të tjerët, donatorë të ndryshëm, do ta përmbushin edhe kërkesën e këtij projektit me financa dhe shpresojmë në ta dhe në Zotin se do ta përfundojmë me sukses projektin. Si është bërë i gjithë grumbullimi i të hollave apo dhe mjeteve? Po, grumbullimi i mjeteve ka filluar me nismën apo iniciativën e familjarëve, pra të ngushtë apo të largët të viktimave, të cilët shprehin solidarizimin për këtë ngjarje dhe për t'i hedhur në dritë, pra dhe për t'i nxjerrur nga pluhuri i harresës familjarët e tyre të cilët u pushkatuan apo më mirë të themi u masakruan pikërisht në këtë vend, në pjesën më epicendrore të monumentit, aty ku ishte grupa e Kllashnicës. Pra është një vepër humane, e sidomos për familjarët, është një vepër jashtëzakonshme, pra financimi, mënyra e financimit, sasia e financimit për ta realizuar dhe për t'i nxjerrur nga harresa personat familjarët e vet, pra gjyshrit dhe baballarët tonë. Po nga bashkëvendasit tjerë të Malësisë, si është duke u pritur kjo iniciativë? Po, nuk e kemi bërë edhe aq tepër publike, as në rrjeta sociale,
përveç në përmes televizionit dhe bojnë, ky është dokumentari i tretë lidhur me këtë monument, nuk e kemë bërë publike pasi që nisma ishte nga vetë familjarët, pra të masakruarve apo të pushkatuarve, ashtu që deri me tani nuk kemi bërë një fushat të madhe për t'i bashkuar mjetët. Besojmë se në vazhdim do të vazhdojmë me këtë intensitet të bashkimit të mjetëve dhe normalisht edhe me intensitet të njëjtë veprimit, pra të punëve të cilat do ta finalizojnë edhe punën e ndërtimit pra të objektit. Vitin e kaluam diku ka maj kem fillua me pregadit terrenin dhe kemi shkua gradualisht të punua si që kem pas të holla dhe ashtu si që kem pas të holla, ashtu dhe kem punua. Mirë po, serioziteti i të hollave filloi ka muaj shtator dhe e ba me i bised dhe pa me disa oferta prej njerëzve të ndryshëm për me fillu këtë punë, mirë po, në bazë të projektit që ka punua Zjerzi Gojçaj, e kem zgjil Gjokën Lucaj, këtë që kje maj përshtatshmi për punimet tona dhe për veprat tona që doshim, plus që ka ishte malësuar prej këtu prej Trieshit, prej Dele, ashtu që pa me matë voliqim ata për me punua me ta. Dhe kem fillua, deri këtu kem perri, për aq sa kem pas lek, sa kem pas të holla. Këtu ne kim punua edhe ma shumë, se ne kem pas planin për të përfundohet në muajin prill, mirë po vitin e kaluam dhe këtë vit na ka pengua shumë shiu, dhe na ka pengua koha që për shembull tash i javë ditë që është koha e mirë, për fat keq këtu është brëm e akull, e për ata edhe i kem nalua punimet, se ishin kënë sot edhe sot të punua punëtorët, por për shkak të betonit i kem nalua punimet, ashtu që shpresoj se tash ka jave ardhshme do të përmirësohet koha, do të zbutet koha, edhe llogarisim se në prill kem me punua tanë kohën për pos me ba, prap po thom me ba me na pengua shiu, se tash afërsisht i kem ba dhe punt bajagi, sigurua materialet e gjanat i kem pregadit edhe lejnat e krejt, jemi tu punu në këtë gjanë, dhe me thonë, nuk lam kur gjanë pa shkua me punua ashtu si është projekti edhe si parasheh zotni Gojçaj për me vazhdua na në këtë projekt që jem të punua. Ashtu që deri jetu, për vetin jam shumë i kënaqur, puna është kvalitative, njerëzit janë korrekt, punëtorët, Gjokë Lucaj ellaj është korrekt, megjithse ellaj na ka prit edhe për të holla, ashtu siç na i kanë lanë, na ja kem lanë atina, fundi punës je kështu ka shku puna deri këtu, por e besoj se këtu ka me dali i objekt bajagi i madh, edhe i mirë, dhe besoj se këtë vend ka me hieshua, se tash veç ka fillu me pamjen se si ka me kenë, çka ka me kenë, por mendoj se hoti në përgjithësi ja u ka boq edhe dy monumentet të kështuzme, të parve e synë cilët kanë hup jetën dhe kanë lanë jetën për me mbrojt vendin e me shliro vendin, si që është me 1911 që është ban lufta në hot, kanë met 7-8 hotjan, edhe aty është e mirë, edhe në qafë Tugle që është kanë lufta, edhe aty kanë met hotjan bajagi, mendoj se je këtu një të dy vend se e meriton njerëzit tanë që kanë lanë jetën për me ja u godit në këtë mënyrë ose një tjetër mënyrë aty
varet se dejte arhitekti se si ka me ba, si ka me godit, veç unë apeloj të njerëzit tanë që të organizohna, edhe këto dyja t'i kryejmë, se kjo llogarisim se e kryeme, ashtu që shpresoj se në muajin gusht kjo ka mu balli inaugurimi i këtij vendit këtu. A ishte vështirë të gjenit vend për ta krijuar një gjë të tillë? Po, to ju falenderua zotnis Jonçaj Shtjefnit, Cickut, si e ka thrasim kështu. Ai ne ka qilë zemrën e ti, bujarin e ti, merrni sa doni, bani sa doni, aj sa u konvenën juve, merrni tokë, veç mos lani kur gja megut. Ashtu që jem mirënjohës për ta dhe falenderojmë shumë, se bashkë na ka dalë ashtu si dalin burrat dhe njerëzit, edhe është prej shtëpitë e familje që edhe i ka hije me vepruar në atë mënyrë, por faleminderit prej tina, edhe prej gjithë përkrasëve cilët janë të na animua, edhe të na afrua nim, se pa nim ne qytetarëve Malësisë këtu në diaspora, po saqërisht diaspora, se pa diaspora vendi ynë s'muj me ecë kurqysh as çka thot janë fjala si çap. Por llogarisim se prap diasporën e kem disponim dhe janë të gatshëm me animua për me përfundua këtë objekt, ashtu që me dim zotit tona kanë me kanë krye me në afat e në gusht kur të vinë njerëzit tanë prej Ameriket me vizitua Malsin e familjet e tyne, kanë me pas vetë me sytë balit se ku i kanë derë djestë e tyne dhe për çka i kanë derë.